që ku është problemi këtu? Thonë dhe ata një tezë politike. Partia do të bëhet më e madhe dhe jo më e vogël, jo ta mbajnë disa njerëz. Jo të mbetet në një rreth, po, me gëlqere dhe me bikurina dhe jo një supermarket. Këta duhet ta zgjerojnë në shoqëri. Jo se problemi është që 2 ditë më parë Berisha fliste për hapje partije, sërish kjo është çështja. A mund të hapet partia duke bërë dhe përjashtime? Nuk ka më një bisedë politike. Me njerëz me intrigë me thashë teme, nuk bisedojmë për politikë. Hapja e partijës. Dhe kjo është mesazhi që ti jep gjeneratave të reja. Një person që do të futet në politikë thotë ore këtë përjashtokën. Po pra, dakord. Përçohet një mesazh i gabuar, Lisandër, kjo është çështja, jo se ne duam ti. Berisha është 83 vjeç, përjashton njerëz që janë 20 vjeç. Ore, a ka sens kjo? Nuk ka sens. Nuk e ka bërë Berisha, ka bërë Flamuri. E ka bërë Albana, e ka bërë dikush tjetër. Si lejohen këto? Si lejohen çështje frymën e partisë? Nuk është çështje moshe. Sa vjeç je dhe unë nuk përjashtoj dot se që ke 20, 30 apo 40. Janë nipat e timë. Nuk më përjashtoj gjyshi nipat. Se bëjnë politikë. Se thonë një fjalë, se bëjnë një fajt politikë. Jo, nuk janë realitet këta. Po çka gabimi ka bërë 20 vjeç tani? Ka bërë gabime politike 20 vjeç. Nuk flasim gabime politike. Përdoja zyrtare kanë nxjerrë një tezë zyrtare për këtë punë. Pa i hyrë as pas rasti dhe mund të kemë bërë gabime me këta njerëz. Unë po them teza zyrtare kush është? Çdo person i cili bashkëpunon me kundërshtarin politik, se ne sa rastet i dim dhe i kemi diskutuar që njerëzit shiten edhe të kutia votimi, troftu që bëre fushat, të del një maskaratje, ta shet gjithë mundin e gjithë fushatës, të gjithë strukturës që janë përballur me lloj-lloj rreziqesh për të mbledhur ato vota. Po jemi 10 muaj nga zgjedhjet. Të lutem pra tash, më dëgjoj deri në fund. Unë pata durimin e dëgjova. Nuk është çështje moshe, është çështje aplikimi një standardi që ti mercenar në parti nuk mund bash. Mund të jetë gabuar me këtë zotëri, se unë nuk e kam iden çfarë përmban secili prej rasteve konkrete dhe nuk mund paragjykoj askënd. Dhe nuk mund t'i them këta janë tradhtar dhe këta janë kështu. Por po them në makro, në koncept, mos i thoni PD-s, doli një 80 vjeçar dhe po hiq ka 20 vjeçar. Po aplikon një standard, mos e gjykoni këtë formë. Pro këtij standardi duhet të ishit të gjithë këtu, se ka një nuk mund punosh me dikë që të çet. Nuk mund punosh me dikë që ta ka marrë kundërshtar. Nuk mund ta mbash antar dikë që ta bën drejtori i Diamond. Sa do vjeç qoftë, 15 vjeç, 20 vjeç. Po çfarë logjikë? Falë, vërtet është vërtet. Patjetër Arseda. Ta bën drejtori i Diamond dhe mbash antar se është i ri. Ja, vetëm ta përfundoj Lita Ndjes. Me radhë. Lita Arseda Lisandër, se kam dhe unë një gjë të fundit para se dalë. Kisha burzim të fusin emrat konkret njerëzve me fenomenin. Fenomeni ka ndodhur. A pajtohemi që ka ndodhur? Shpjegim sa gjë. 3 antarë kryesie janë bërë drejtorët e Tiranës. 3 antarë kryesie e Partisë Demokratike. Ti nuk je në kryesie, po jo? Nuk jam në kryesi. Po pse janë bërë këta 3 antarë të kryesisë drejtora? Pse nuk ka një bisedë politike në kryesinë e Partisë Demokratike? Gabim i madh. Pse s'ka, pse na i Kush janë këta 3 drejtora Lita, na i kujto pak. I thua dot. Romema. Po? Po, Genci i Vlorës, po. Megi Balliu. Po? Dhe ishte edhe një vajzë tjetër, Jola Ysaj, që u larguar. Jola Ysaj, po. Që dhe ndërheqet. Mund të ketë lajme, ndërkaq, në tashmen, po. Pse hikin këta antarë kryesie? Antarët e kryesisë janë kupola e partisë. Janë elita e partisë, janë mendimi. Ashtu është. Pse s'ka një diskutim në kryesi apo në organet e tjera? Pse na ikin këta njerëz? Pse po na ikin këta antarët e kryesisë? Se ata nuk i kanë detyruar të shkojnë aty. Ata i kanë zgjedhur. Pse po ikin? Pse s'ka një bisedë politike? Nuk po them neve mediave dhe ta hapen në faqe e publikut. Ta bëjnë me njëri tjetrin. Ata se kanë bërë me njëri tjetrin. Ata Del Berisha e thotë, u e mbaj. Një sekondë Arseda, vetëm një moment. U e mbaj çikun tjetrin. Kjo është tjetër gjë. Kjo është lidhet me atë që po flisim. Kjo është biseda politike. Lita. Po kjo s'lidhet me atë që po bisedojmë. Lisandër, biseda politike në degën e Durrësit. A je dakord me mua që biseda politike më? A je dakord me këtë logjikë që po flasim? Ore, s'mund bash funksionar aty. Po apo jo? Ne të dy bie 99% jemi dakord. Tani drejtuesi politik në fushat. Drejtuesi politik në fushat, se prandaj drejtues. Ke përgjegjësi ndaj gjithë demokratëve atje. Patjetër. Hajde këtu zotëri, po. Nëse je duke punuar kundër interesit PD-s, në sy të gjithë atyre drejtuesve, të jap duart unë. E kam bërë? Unë nuk më rezulton ta kem bërë. Prandaj jemi këtu sot dhe vini kërkoj llogari ka shkallë. Përgjegjësi. Tani, ta dëgjoj pak Arsedën se kam një pyetje në fund para se të shkojnë në reklama. Sot Lisandri ndryshe nga gjithë herët e tjera është më koherent edhe po bën një lloj autokritike dhe vlerësoj për këtë. Unë kam qenë gjithmonë më kështu. Dhe vetëm do doja të thoja diçka që këtu koherenca e të bërit, pra të përjashtuarit, nuk qëndron për faktin që është përpara zgjedhjeve të brendshme të Partisë Demokratike dhe kjo
Ktu nuk qëndron, pra, logjika juaj. Duhet ishte bërë, ky lloj vendosja e këtij lloj standardi duhet ishte bërë shumë kohë më përpara, duhet ishte bërë pas zgjedhjeve të 11 majit, një, po themi, skanim i të gjithë situatës, çfarë nuk shkoi, kush ishin ato, ku çaluan, po themi, qarqet, ku çaluan njësit, kush ishin këto problematika, të adresohen njerëzit e duhur të cilët këtë bën Partia Socialiste. Shikon, aty ku e kanë hallkën më të dobët, adreson njerëz të tjerë për të vendosur një farë mënyrë ekuilibrin e kësaj disbalance. Dhe ajo me cilën është lavdruar gjithmonë Partia Demokratike është demokracia e brendshme. Lejimi i fjalës së lirë, lejimi i alternativave të ndryshme, zgjedhjet e brendshme, demokracia e brendshme është lavdruar dhe gjatë gjithë kohës ka thënë që ne e lejojmë këtë dhe kemi diferencë nga Partia Socialiste sa i takon nivelit të demokratizimit të brendshëm. Po e marrim këtë të mirëqen, po pse tani po operohet me diktatorship ndaj individëve të cilët duan të jenë një zë ndryshe dhe po anatemohen për diçka që mbas edhe nuk e kanë bërë në mënyrë faktike, se nuk janë gjërat faktuara. Po flasim me retorikën e anatemimit, e linçimit apo edhe të bullizimit të këtyre individëve. Ajo që shikoj tjetër është një fenomen, uroj mos të jetë fenomeni orientuar, është që kanë diçka me gratë. Nuk e di se çfarë kanë me gratë, por duket sikur në mënyrë absolute nuk pranojnë asnjë lloj kryengritje sa i takon. Do them një gjë në fakt që autoritarizmit kalon nga autoritarizmi do them një gjë Arsida se ju mbase nuk I vini re këto detaje po autoritarizmit gjinor. Për shkak të marrëdhënies time me atë parti. Po PD-ja ka bërë revolucion, ka shkuar, ka vënë 3 kryetare gruaj në një qark si Vlora tani. Atyre vlonjatëve do përballen me gra. Ç'të të them se që ka nevojë për gra kapo, jo të ai qark të 3 gra, Alisandër, edhe Saranda grua, edhe Vlora grua. Asti të keqes. Unë nuk jam kundra grave, s'dua të përcjell këtë teori. Vlora me të drejtë, do një burrë dhe duaj Alisandër. Si çdo mashkull politik do të marrë vota të fitojnë. Doja ta analizoja në kuadër të asaj që konsiderohet fenomeni I diferencimit gjinor, do të thënë nuk e di nëse në vetvete lidhet me këtë, por uroj të mos lidhet me këtë se do ishte shumë keq, se do të çonte në tjetër gjë. Dhe jemi tek fakti që e gjithë kjo retorike ndërtuar, ajo që përmenda pak më parë që ti armikun e shpërngul nga jashtë dhe e kalon brenda, të fragmentarizon ty dhe këto individët e paknaqur. Patjetër që po, se jo vetëm që ti nuk e lejon hapësirë që të ketë kandidat të tjerë që të shkojnë dhe të bëjnë një kandidaturë, kandidim të lirë në këto zgjedhje, por nga ana tjetër ajo që ti bën është që nxjerr akoma më shumë të paknaqur, përpos se ke gjithë këto vite në opozitë dhe njerëzit në një farë mënyre të besuar të kësaj partie, po lodhen nga pritja dhe nga humbjet e njëpasnjëshme, dhe këtë PS-ja duket sikur po e merr në avantazhin e vet edhe nga retorika e zotit Rama që do shkojnë aty. Dhe këtu duket sikur këta njerëz të lodhur dhe të paknaqur ti dhe I sulmon sikur të ishin ata armiqtë e vërtet të politik, po themi, dhe në këtë pikë ta njerëz fragmentarizimi është real, sepse largimi I zotit Saliani, I shumë të tjerëve, merr pas vetes dhe shumë demokratë të tjerë, jo vetëm si elektorat, po dhe si përfaqësi, dhe si përfaqësi e brendshme. Por jam dakord me Lisandrin tek pika që duhet adresuar në momentin kur ka çeduar për shembull drejtimi në njësi të caktuara dhe këto zëvendësime nuk janë të gabuara, por të mos targetohen si armiq të brendshëm ata që janë vet, ata që e bëjnë Partinë Demokratike në fund të ditës. Zekti, po 2 fjali, ama jam shumë vonë me reklama. Do ta thuash tani? Do ta them shikoj, ideja është kjo që PD-ja do të bëhet një parti e djathtë, kaq është shumë e thjeshtë. S'është. Jo, s'ka qenë herë kur, po ka pretenduar të jetë, edhe nuk ka qenë asnjëherë. E ky është problemi themelor. Po ti je partia e djathtë dhe ketë maturi. Se dimensioni kryesor I djathtë është maturia. Këtë ka e djathta. E djathta nuk ka epshin, nuk ka britmën, nuk ka sharje, nuk ka linçimin. Këto janë komplet të majta. Nuk ka lidhje. Këto janë pa lidhje me të djathtën. Kur të fitoj të lloj maturie, kur të mos shajet, linçojet bërtas kundër njerëzve, kur të prodhoj një ide dhe një grup njerëz që I bardhin këto ide me sinqeritet, dhe këto ide janë idetë më të mira për të zgjidhur çështjet e këtij vendi, atëherë është bërë një parti e djathtë dhe kështu të shpëtojmë. Pastaj ndryshe të merrem me këto gjëra. Kjo është pa, domethënë, nuk thash herë, nuk e nga ta kapësh. Shkoj thotë je lidh me krimin, kjo është tjetër që ka lidh me krimin, dhe kjo është gjë shumë e rëndë fakt. S'mund të rinë parti njerëz që lidh me krimin. Po duhet ta vërtetosh. Thuaj kështu, thuaj, është kjo. Se kështu është kollaj, Lisani lidh me krimin, Fitin lidh me krimin, pra kjo është tipike për ta nxjerrë tjetrin nga loja, në një farë mënyrë. Kështu nuk shkon. Erla,
Lisandër, Shumë se më shkurt, duhet ta shumë mbyll. shkurt, shumë Tani shkurt. pyetja që mbetet këtu është PD-ja ka nevojë për më shumë demokraci apo për më shumë disiplinë? Të qenit i djallë do të Fillim thotë, bisedës. të Nuk qenit i ka djallë do parti të pa thotë, disiplinë. do të thotë ti... Nuk ekziston një parti politike pa disiplinë. Parti pa demokraci. Por, Erla, kjo që thot Lisandri, është komplet kundër asaj që duhet jetë një parti e djathtë. mirë, unë kam Një parti e mendimin tim. djathtë, një parti e djathtë, Zekthej. që partia Që ti ndryuar. lëmë kohë. Ata e mbylla. Partia Partia e djathtë e majt dallon tek fakti që e majt e kushtonin si shumë të madhe organizimit qelizor, Jo, nuk është kapilar, strukturës partisë, bosh ideologjik, vijës partisë. E djathta nuk merret ato gjona. Në partia e djathta janë si fizharmonik, janë popullore. Dy fjali e kisha zotri. Janë popullore. Je Pa shkruar, dashuruar po pasaj thotë që teme. Dy ose pastaj do fus reklama. në partitë e djathta Çdo- nuk ekziston përjashtim partitë e djathta. E kuptova, nuk Çdo ekzistojnë parti përjashtimet politike partitë e Ka nevojë djathta. për rregulla. E thash patjetër, fillim patjetër. bisedës. Patjetër. Ky lloj emisioni, këto lloj projektorësh nuk i shërbejnë Partisë Demokratike, çojnë ujë te mulliri zotit Rama. Ore, dëgjoj. Dhe sa më shumë palët, të Ore, cilat nuk e krijon janë në problemin debat me emisioni, njëri mo, tjetrin. Lisandër, problemin e krijon vetë partia. Ushqejnë të Ku e tilla çon diskutime ujin publike, te kush nuk i mullihet çon ndihmojnë PD-ja me demokratët. këto. Më dëgjoj se po e them shumë troç. Po. Sa më shumë palët të përfshira në këtë situatë me njëra tjetrën. Po. Ushqejnë mediat me të tilla lajme janë duke çuar ujë te mulliri Ore, zotit Rama. Lisandër, Ne vetëm duhet një gjë bëjmë duhet gjithçka ketë të që qartë në PD-ja, të ketë debate që dhe brendshme, sikur ka mediat zbatim mos merren procedure. fare me këtë histori, mjafton Erla, të fakti që lutem. PD e bën dhe prapa Të ajo lutem. është Në PD ka një efekt negativ. diskutime, ka debate, ka organe, jo punët jo gjitha bëhen mirë, siç bën gjitha partitë politike në Shqipëri, siç ka probleme në një familje, në një shoqëri tregtare, por thelbi është, a kemi ne një interes përbashkët? A ka limite ky konflikti jon mes njëri tjetrit për këtë situatë? Unë mendoj që këtu duhet vëmendja. Sa i takon rasteve, duke mos ditur për mbajtjen, unë nuk mund t'i gjykoj dhe t'i paragjykoj. Okej, mirë, Por shkojmë në duhet reklama, zgjidhur dhe se pastaj do kalojmë dhe edhe partitë tek operojnë mbi rregulla të qarta tek politike. Gjuar Ramës, te ftesa që ai i bën demokratëve, edhe tek ajo që po ndodh brenda Partisë Socialiste, se edhe atje ka zëra kundër që ka zëra kundër. Reklama.